Detajet e reja po dalin rreth avionit ushtarak amerikan që mbërriti mëngjesin e 25 gushtit në aeroportin e Vnukovo të Moskës dhe që fillimisht ngriti pikpyetje për arsyeën e misionit të tij në Rusi. Sipas CBS, në bordin e Boeing C-17A Globemaster 3 i forcave ajrore amerikane ndodhej drejtori i CIA-s, John Ratcliffe. CBS raporton se Ratcliffe ka mbërritur në Moskë për takime të rezervuara. CIA nuk ka komentuar deri tani mbi vizitën. Nëse konfirmohet, kjo do të ishte vizita e parë e Ratcliffe në Rusi, në cilësinë e drejtorit të CIA-s, megjithëse ai ka mbajtur kontakte me homologët e shërbimeve ruse të inteligjencës. Ndërkohë është shfaqur edhe një pistë e re për arsyeën e udhëtimit. Vizita e Ratcliffe mund të lidhet me lirimin e mundshëm të shtetasit amerikan Charles Wayne Zimmerman, i dënuar në Rusi me 5 vite burg për armë dhe municione të padeklaruara, që autoritetet ruse gjetën në anijen e tij, sipas gazetares ruse Ksenia Sobchak. Zimmerman ka nënshkruar gjatë verës një kërkesë për falje, e cila më pas i është dërguar Moskës. Kjo ka ngritur mundësinë që avioni ushtarak amerikan të ketë mbërritur në Rusi për të marrë Zimmerman në rast të lirimit të tij. Një skenar i tillë nuk do të kërkonte domosdoshmërisht një shkëmbim të burgosurish. Deri më tani nuk ka një njoftim zyrtar për miratimin e kërkesës për falje të Zimmerman. Megjithatë, precedentet e mëparshëm kanë shtuar pikpyetje rreth misionit të avionit amerikan. Gazeta ruse Kommersant kujtoi se në shkurt 2025 një avion amerikan Gulfstream C-37B i nisur gjithashtu nga baza Andrews mbërriti në aeroportin e Vnukovo, pikërisht në kohën kur Rusia liroi amerikanin Mark Fogel, ndërsa Shtetet e Bashkuara kthyen në Rusi Aleksandr Vinik. Edhe CIA ka pasur rol në shkëmbimet e fundit të burgosurve ndërmjet dy vendeve. Në prill 2025, Ratcliffe u përfshi personalisht në negociatat që çuan në lirimin e Ksenia Karelina, shtetase amerikano-ruse e burgosur në Rusi. Agjencia Amerikane e Inteligjencës u përfshi gjithashtu në shkëmbimin e madh të burgosurve të vitit 2024, në të cilin Rusia liroi gazetarin e Wall Street Journal, Evan Gershkovich, dhe ish marincin amerikan Paul Whelan. Vizita e Ratcliffe në Moskë merr rëndësi edhe për shkak të momentit kur po zhvillohet. Bisedimet për përfundimin e luftës në Ukrainë janë të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara dhe mbeten në ngërç me Moskën dhe Kievin ende larg njëra tjetrës për çështjet kryesore. Avioni C-17A që solli Ratcliffe në Moskë kishte mbërritur nga Riga, ndërsa më herët ishte nisur nga zona e bazës ajrore Andrews në Maryland. Fillimisht zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, deklaroi se nuk kishte informacione për avionin dhe se gjatë kësaj jave nuk kishin parashikuar takime në Kremlin me përfaqësues të administratës amerikane. Tashmë raportimi i CBS se në avion ndodhej vetë kreu i CIA-s jep një tjetër dimension fluturimit që gjatë paraditës ishte mbuluar me mister. Megjithatë, mbetet ende e paqartë se me këtë takohet Ratcliffe në Moskë dhe nëse vizita e tij lidhet konkretisht me një lirim të mundshëm të Zimmerman.